mirë se keni ardhur në këtë aktivitet festiv, ku së bashku po shënojmë ditën ndërkombëtare të familjes me 15 maj. Sot fakt është një ditë gëzimi, bashkimi dhe mirënjohje për njerëzit më të rëndësishëm të jetës tonë, familjen. Familja është vendi ku marrim dashurinë e parë, mbështetjen e parë dhe vlerat që na përcjellin gjatë gjithë jetës sonë. Pikërisht për këtë, sot kemi zgjedhur të jemi së bashku në një atmosferë festive me fëmijë, prindër, gjyshër të rinj për të festuar rëndësinë e familjes në shoqërinë tonë. Slogani i këtij viti është "Shteti fillon me familjen", sepse në familje fillon edukimi, solidariteti, respekti dhe kujdesi për njëri tjetrin. Si ministri i punës, familjes dhe vlerave të luftës qëllimtare, mbetim të përkushtuar që familja të jetë gjithmonë në qendër të politikave tona dhe çdo familje në Republikën e Kosovës të ndihet e mbështetur dhe e vlerësuar. Sot nuk kam një fjalim të gjatë, në fakt, sepse kjo është ditë feste, prandaj le ta shijojmë këtë ditë së bashku me buzëqeshje, aktivitete dhe energji pozitive për fëmijët dhe familjet tona. Uroj që kjo ditë të vazhdoj të shënohet çdo vit edhe më fuqishëm me gjithnjë e më shumë familje, fëmijë dhe aktivitete që na bashkojnë. Gëzuar ditën ndërkombëtare të familjes.